Edhe dashur miq, jemi rikthyer në studio tani për të vazhduar edhe me pjesën e të ftuarve tan, ku sot kam dy të ftuar special, të cilët japin një kontribut të veçantë në letërsinë shqipe dhe suedeze. Dy emra të njohur, të cilët kanë botuar shumë libra, kanë përkthyer madje nga gjuha suedeze dhe jo vetëm, edhe nga gjuhët e tjera, dhe që i kemi të pranishëm sot në studio me shumë respekt dhe mirënjohje. I faleminderoj që u bën pjesë e programit ton Sokol Demaku nga shoqata Migjenin në Boras të Suedis. Mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm. Është kënaqësi që t'ju kemi sot. Faleminderit. Dhe Riza Shaqiri, gjithashtu autor dhe përkthyes nga shoqata Migjenin në Boras të Zvicrës. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjetëm. U shumë kënaqësi që t'ju kemi dhe që flasim për një ngjarje e cila për 8 vite radhazi në qytetin e Shkupit dhe jo vetëm, në të gjithë Maqedoninë dhe Kosovën ka bërë një jehon ditët e letërsisë suedeze. Për të 8 herë radhazi po mbahet në vend ku mbledh shumë emra të njohur të letërsisë dhe jo vetëm, emra që vërtet japin kontribute veçantë në letërsinë shqipe dhe në gjuhët e tjera. Sot do flasim për këtë event të rëndësishëm dhe për krijimtarinë e tyre letrare që çdo herë që vinë mua më dhurojnë shumë libra, japin një kontribut vërtet të rëndësishëm në shoqërinë tonë, ku vazhdimisht botojnë libra të reja dhe çdo vit un kam libra të reja në bibliotekën time nga këto dy autor të mrekullueshëm. Faleminderit edhe një herë. Është kënaqësi. Atëherë, le të ndalemi pak, le të flasim tani për ditët e letërsisë suedeze, një event që ka bërë vërtet jehon në vendin tonë dhe që po shënohet për të 8 vit radhazi. Si është organizuar si vjet, zoti Sokol? Është kënaqësi që jemi sërish në mesin e bashkëvendosëve tanë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, konkretisht në Shkup, parasysh se kur vim ne këtu ndihemi sikur shtëpinë tonë. Kemi filluar me krijuat miqësinë, edhe me qenë thujë të njëjtë. Sikur që jemi edhe vetë në Suedinë e lartë, atje ku kemi migrua me kohë, unë edhe kolegu im Rizau. Edhe ne ndjejmë këtë praninë tuaj ashtu. Faleminderit shumë. Miqësisht. Është kënaqësi për arsye se kur e filluam këtë aktivitet ishte koha diku në vitin 2012 ose 2013, në bashkëpunim e fillova me shtëpinë botuese Shkupi. Atëherë u morëm vesh që të merremi me përkthimin e letërsisë suedeze në gjuhën shqipe, se ishte një nevojë e kahershme që në Ballkan të prezantohet sa më shumë letërsia suedeze. Ishte interesi edhe i vetë shtetit suedez, i cili i bën finansimin e gjitha këtyre aktiviteteve. Edhe përkthimin e librave, edhe botimin, po edhe vizitat tona të cilat e realizojmë ne këtu. Para se me shku me tutje të përmend të falenderoj sponsorin kryesor tonin, i cili na ka mundsuar që këtë javë të jemi këtu 6 veta nga mbretënia e Suedisë, nga Suedia e largët, e kjo është Akademia e Shkencave Suedise, e cila ka bërë finansimin e rrugtimit tonë dhe qëndrimit tonë në Shkup. Është një kënaqësi e madhe për arsye se një institucion aq i lartë me renome botërore si Akademia e Shkencave Suedisë të financojë një shoqat shqiptare, kjo ka një domethënie për neve shumë të madhe. Ne i falenderojmë shumë. E bën vazhdimisht këtë? Kjo është hera e dytë që na financon. Për arsye se para 4-5 vitesh para pandemisë na ka financuar një herë, tash është hera e dytë që financon. Edhe jemi të kënaqur me atë, për arsye se kemi arritur me bën një reputacion pozitiv edhe në vetë shtetin suedez ku ne atje jetojmë. E thatë se është heratet që ne jemi këtu, është interesant se bëjmë prezantimin e letërsisë suedeze për shqiptarët në Maqedoni e Veriut. Mirë po, unë para 2 vite që isha në panarinë e librit në Tiranë, marr pjesë që 7 vite me radhë atje dhe ishte një tryezë rrumbullake të përkthyesve dhe po thonë gjuhët e vogla. E në mesin e këtyre gjuhët vogla kishin futur gjuhët suedeze. Edhe unë reagova për arsye se u ndjeva edhe pse është shqiptar. Por e vogël. E vogël jo, aty është problemi. Edhe u ndjeva pak keq, edhe pse shqiptar jam, po flas gjuhën suedeze, u ndjeva pak keq edhe po i tham, më vjen shumë keq, po gjuha suedeze nuk është gjuhë e vogël. Ai udhëheqësi i seminarit po thotë si s'është, po nuk ka të burrë fol për arsye se vetëm Astrid Lindgren për shembull, me Pipi Çorapgjata, është i përkthyer në 176 gjuhë të botës. Domethënë nuk ka gjuhë e vogël kur e del gjithë bota. Mirë po, ai ma shpjegoi dhe pajtova atë, jo nuk e njohin Ballkan, as nuk e njohin gjuhën suedeze. Ai është çështje tjetër. Edhe ne jemi të kënaqur për arsye se bëjmë shpërndarjen e letërsisë për fëmijë, letërsisë suedeze për fëmijë të fëmijët shqiptar këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Deri me tani, deri para vitin e kaluar ishim në një shkollë fillore në Çajër, në shkollën Adem Jashari, ku bashkë me shtëpinë botuese Shkupi kemi dhuru me 50 deri 100 ekzemplar libra për bibliotekën e asaj shkolle për 7 vite me radhë. Si ishte kjo eksperiencë? Ju mirëpritet? Ishte kënaqësi e madhe për neve, po edhe për shtëpinë botuese Shkupi, për arsye se
prezentojmë diçka, u japim diçka aty në fëmijëve, aty në vogëlshme. Shkëmbyet ndonjë fjalë suedeze me ata fëmijë, sepse është gjuhë e panjohur, do vi aty para 5 vitesh kishim me vete, edhe sot kemi 2 suedeze me veti. Para 5 vitesh kishim një gocë 3 suedeze me vete, e cila ishte përgatit tamam sikur pipi çorapgjata, kishte formuar formën e saj. Edhe ajo shqipsdin, po lexon vetëm suedisht. Mirë, po kur fillojmë me lexuat poezitë e saj në gjuhën suedeze në shkollë, atje që nxas të klasave treta, kur të gjithë filluan me vallëzu. Edhe pse nuk e kuptoni gjuhën suedeze, atë muzikalitetin e gjuhës e kuptuan dhe filluan të gjithë nxasin me vallëzu. Kjo ka atë efektin, domethënë se diçka kemi krijuar një miqësi, kemi krijuar një marrëdhënie mes gjuhës suedeze dhe lexuesit shqiptar. Ne jemi të kënaqur, këtë vit kemi bënë një ndryshim pak edhe kemi kaluar te një shkollë tjetër. Në Çajër, do shkojmë në shkollën Lirian sot në orën 12. Edhe kemi përgatitur edhe për nxënësit e kësaj shkolle disa dhurata, do ndajmë një 50 ose 100 cop libra për fëmijë. Për arsye se këtë vit unë jam marrë më shumë me përkthimin e letërsisë për fëmijë. Kam përkthyer një 3 libra për fëmijë dhe gjithë ato do t'ia dhurojmë nxënësve të shkollës Liria atje. Do të jetë kënaqësi për neve. Ata kanë përgatitur sa jam informuar një program për ne, mirë po edhe ne si autor që shkruajmë edhe për fëmijë, edhe Rizova edhe unë, po edhe ata 3 kolektive, 2 suedeze që kemi veti, do të thonë diçka, do të lexojmë diçka për ata fëmijë që ata të njihen mirë. Sigurisht që me shumë kënaqësi do ju mirëpresin tani në orën 12. Me siguri. Prandaj ishte mirë që paraprakisht të ju kemi në studio dhe të na shkëmbeni të gjitha këto informacione për gjitha ata fëmijë që janë të informuar dhe që mezi ju presin të jeni pjesë e këtij programi sot atje. Zoti Riza, po ju si e vlerësoni këtë eksperiencë? Si do e përkufizonit? Kjo është një diçka jashtëzakonisht e madhe, ne si mërgjimtar, ne që fatin na qiti jashtë atë dheut, kemi gjetur mënyrën më të mirë që t'jemi ajo ura ndërkulturore mes atë dheut dhe vendit ku jetojmë e krijojmë. Prandaj ne jemi në funksionin ton real si urë ndërlidhëse mes 2 kulturash, mes 2 gjuhësh, mes 2 popujve. Edhe kjo iniciativë dhe kjo nismë është për çdo lavdat, dëshmia më e mirë për këtë është, siç e tham, Akademia Suedeze për nuk të vlerëson dhe nuk të përkrah nëse vërtet nuk kanë pasë puna jonë është aq e vlefshme, se nuk është një shoqat ose një diçka poshtë. Akademia Suedeze që na ka përkrah këtë herë dhe mendon që puna jonë është e vlefshme. Përveç kësaj komunikimi me atë dheun, me grupe fëmijësh, me ata që rriten këtu me synime për të arritur majat në letërsi, në kulturë, në gjuhë, e fitojnë një farë vetë besimi, se edhe ne jemi, sot ne do të ndëgjojmë me kënaqësinë më të madhe nxënësit që të kanë përgatitur program për ne. Dhe normalisht si që tha edhe Sokoli, ne do t'ju udhërojmë krijimet tona, po dhe do të lexojmë dhe do t'i qerasim me vargjet tona më të reja. Përveç kësaj është edhe ndërlidhje, kontakte me krijues, me përkthyes, me botues, me shoqata shkrimtarësh, me shumë institucione që kjo lidhje të forcohet vazhdimisht dhe të mos zbehet, po të vjen duke u forcuar me forma dhe mënyra të ndryshme. Pse jo edhe nesër të organizojmë edhe diçka të ngjashme për letërsinë që krijohet këtu në Suedi, që organizojmë për shembull ditët e letërsisë shqiptare në Suedi. Në Suedi, pse jo? Do të thotë një pikë dhe bëhet lumë pastaj, po ne kemi filluar me dëshirën dhe kënaqësinë më të madhe që të bëjmë diçka në këtë miqësi, në këtë urën e miqësisë që po krijojmë mes 2 vendeve. Po, me një vullnet kaq të mirë dhe me një entuziazëm kaq të madh që e shoh te ju që disa vite që njihemi, padyshim që mendoj që do arrini edhe aty ku është synimi juaj, që ditët e letërsisë shqiptare të jenë edhe në Suedi, të shohin nga afër edhe suedezët, se vërtet ne kemi njerëz që janë me shumë vlera dhe njerëz që dinë të shkruajnë
ruajnë, din të vlerësojnë punën e tyre dhe din që të shpalosin pastaj edhe krijimtarinë e tyre në mënyrën më të mirë. Po më thoni se si është programi, nga dita e djeshme jeni këtu, sot përmendet që jeni në orën 12 në shkollën Liria të Çajirit dhe më pastaj do vazhdoj ditën e sotme e nesër? Po, e thash se në orën 12 kemi një program në shkollën Liria ku spari, sa jam informuar nga disa kolegë, se dy jemi mësues, edhe Rizaj edhe unë jemi mësues. Profesioni jonë bazë është mësues. Unë i quj kolegat, edhe pse jam pensionu, unë i quj kolegat atë të cilët të merren me edukimin dhe arsimimin e Njëherë mësues, më falni, gjithë jetën mësues. Gjithë jetën. Gjithë jetën, nuk diskutohet. E vërtet është ajo. Edhe në orën 12 do paraqesim tani një program për neve që kanë përgatitur, atëherë ne do vazhdojmë me ato programin tonë që ne kemi bërë, për arsye se do të udhërojmë ato libra, do të lexojmë diçka nga krimtaria jonë edhe ato dy kolegët tona suedeze. Njëra është artiste e cila luan teatr atje në Stockholm. Ajo bashkë me kolegen e saj ka përgatitur një pjesë nga krimtaria aty në të cilat do ta lexojmë së bashku në gjuhën suedeze. Mirë po, ne vazhdimisht shkojmë edhe përkthejmë shumicën e punimeve që bëhen në gjuhën suedeze. Mirë po ka një 5 vite e kemi hjek këtë praktikë. Kishim një kolege islandeze e cila ishte kryetare e lidhjes shkrimtarëve aty ku jemi ne, edhe kur i përkthenim tha, ja stop, s'du ta ndëgjoj, tha ma suedisht. Pse? Për çdo ditë ta lexoj poezi suedeze. Së du me gu thalim poezi shqipe. Do ta ndëgjoj tha shqip një poezi. Ajo ishte diçka një gjë shumë e madhe për neve dhe një inspirim për neve. Ndërsa pas dreke do shkojmë në Tetov ku do jemi në një urë letrare së bashku me shkrimtarët nga Tetova në shoqatën e shkrimtarëve Oneum. Ata edhe me ata kemi një bashkëpunim ka 5 vite. Parasysh se për çdo herë kur jemi këtu në Shkup, na ftojnë që të jemi edhe bashkë me ta në një mbrëmje të lexojmë poezitë përbashkëta. Do lexojmë poezitë në gjuhën suedeze ne, ata do lexojnë në gjuhën shqipe. Do bëjmë një kombinim, një mix të poezisë dhe gjuhës. Se Rizaj e tha. Çfarë eksperiencë e bukur. Qëllimi ynë është të krijojmë ura miqësie mes kombeve, mes popujve, mes gjuhëve, mes kulturave. Kjo ka vlerën për neve. Vetëm të shtoj këtu se ne kemi përkthyer jo vetëm letërsinë suedeze në shqip, por mundohemi vazhdimisht që edhe krijimin nga letërsia shqipe të përkthejmë në suedisht, kështu që edhe opinioni, edhe lexuesi suedez të jetë informuar me vlerat që krijohen këtu. Do të thotë synojmë që të përkthejmë më shumë dhe të gjejmë përkraje që shtëpive botuese, botuesve me renome që të botojnë krijimet e krijuesve që krijojnë në gjuhën shqipe këtu edhe në Suedi. Dhe ky është synimi ynë, nuk është çështja vetëm të japim ose të marrim, po ndërlidhja jonë është të japim me vlerat tona më të mira edhe të marrim të vjelim nga letërsia suedeze vlerat më të mira për lexuesit tanë. Padyshim. Po më intereson, cilët janë autorët më të kërkuar nga suedezët, përveç juve që i keni veprat e përkthyera, jam e bindur që edhe të autorëve tjerë keni përkthyer shumë. Çfarë kërkojnë më shumë ata dhe çka pëlqejët më shumë nga ata? Është interesant se suedezët janë të interesuar momentalisht, bazë bisedave që kemi parasysh se të dy jemi anëtar të lidhjes shkrimtarëve suedis edhe anëtar të lidhjes përkthyesve suedis. Shohim se atje interesi më i madh i opinionit suedez është e poezia shqipe. Ata janë shumë të interesuar me ditë atë gjenezën e poezisë shqipe. Për arsye se të përkthesh poezi nuk është lehtë. Ajo puna më e vështirë një përkthyesi është përkthimi i poezisë. Për arsye se prozën e përkthen më lehtë. Ndërsa kur vjen puna te poezia është pak më problematike për përkthimi. Është rima ajo që duhet. Rima nuk përputhet nga gjuha origjinale në gjuhën tjetër. Ne kemi të përkthyejmë pak në gjuhën suedeze nga gjuha shqipe, kemi vetëm Kadaren. Kadarea është përkthyer para vitesh, kryesisht nga gjuha frenge. Edhe aty kemi një problemi kemi për arsye se të përkthesh një roman ose një libër nga gjuha e tretë është pak problematike. Nuk përputhen gjërat kur e lexon origjinalin me gjuhën e tretë. Mirë, po ne kemi shkuar më tej edhe kemi përkthyer edhe 2 autorë shqiptar. Një nga Shqipëria dhe një nga Kosova, kemi përkthyer Dritor Agollin në gjuhën suedeze, kemi përkthyer edhe në Ibrahim Kadriun në gjuhën suedeze. Mirë po, unë edhe Rizova dhe miq tjerë që kemi në bashkëpunim, kemi një grup përkthyesësh ne shqiptar. Momentalisht jemi marrë më shumë me vetveten. Kështu e them unë për arsye se për me bëni punë. Po ju që vazhdimisht shkruani edhe sigurisht duhet ta përkthej, nuk arrini që po aty është problemi, edhe tham të fillojmë nga vetvetja, atëherë dalim edhe në rreth Maxhan.
Mirë po, momentalisht jemi duke punu në një aspekt tjetër bashkë me Rizajnë, të formojmë grupin e përkthyesve të gjuhës shqipe. Parasysh se në lidhjen e përkthyesve të suedis, thuhet të gjitha gjuhët e botës, diku 60 gjuhë, kanë grupin e përkthyesve të vetë dhe ata mund të depërtojnë më lehtë të fondet, të përkthimet të gjitha ato. Ka emra atje që vlen që të bëhen pjesë e këtij grupi? Kemi, parasysh se kemi mri me i gjetë. Në fillim kishim pak problem. Sepse është e vështirë që të vështirë të mbledhen, mirë, po momentalisht jemi na mungon vetëm edhe një. Kemi orë gati me rumbullaksu atë grupin edhe atëherë do t'jetë më lehtë për neve për më mujtë me po punën. Po këtëherë do të ndalem pak regjia po e fokuson një libër i cili ka dalë këto ditë dhe që është rishtas. Prandaj dua që të lidhe me Regjinat librin Kosova pa yll. Është i një shkrimtari suedez, Soren Somelius. Librin e ka përkthyer në gjuhën shqipe Sokoli. Ndërsa unë kam shkruar... Ka pas interes të shkruat edhe nga suedezët për Kosovë. Do flasim për këtë. Do të flasim më gjatë edhe për arsye me provokoj sidomos regjisori juaj që fokusoj atë edhe dashte të... Prandaj nuk desh aty ndërprej edhe juve, le të flasim njerë për orët letrare, ndërkohë që nuk e lea po pa e përmendje edhe librat. Unë kam shkruar për librin, botimin në gjuhën shqipe, ndërsa them se libri është botuar në vitin 1993 në suedisht dhe autori i këtij libri është një pronari një gazete dhe një gazetar hulumtues i problematikeve në ish Jugosllavi. Ai ka autuar në për Kosovë dhe në për vende tjera dhe ka shkruar tepër drejt për çështjen e Kosovës. Bile në vitin 1993 nuk ka të guxuar askush që hapur në libra të quaj apartheid, dhunën që është ushtruar ndaj shqiptarëve në Kosovë, ndërsa ai e quan këtë gjë dhe përveç ne kemi pas caktuar Sokoli dhe unë që librin nga Kosova ta marrim tash dhe t'ja dhurojmë ati me 5 nëntor. Me 5 dhëtor. Me 5 dhëtor. Po dhe kemi caktu kohën e gjitha. Kohën, po fatkeqësisht ai ndroi jetë këto ditë në moshën po. Edhe na ka mbetë si peng, po megjithatë ne ka qenë i ri në moshë? 90 vjeçar. 90 vjeçar dhe ka arritur të shkruajë gjithë historinë e Kosovës. Atëherë ka qenë në moshën 60 vjeçare, do të thotë para tyre. Dhe është një diçka që na ka mbetur peng, po megjithatë po e përmendim, ndoshta po e falenderojmë edhe për vdekuri, për gjithë punën. Një kujtim të bukur pas ka një që do jetë në çdo, sigurisht në çdo shtëpi dhe në çdo fund që dëshiron dikush ta ketë. Po ku mund të gjendet ky libër për gjithë ata që duan të dinë më shumë rreth këtij libri? Momentalisht librin dje kemi marrë nga Shtypshkronja, por ashtu se në Prishtinë shtypim librin, gjithsesi shtypim. Është në për libraritë e Prishtinës ose ende jo? Por ashtu se ne nuk kemi mundësi, nuk kemi një bashkëpunim me libraritë atje, por ashtu se jemi shumë larg. Mirë po, ne shpërndamin librit edhe Rizaj edhe unë e bëjmë përmes qendrave shpërndase në Suedi atje. Është një sistem krejt tjetër të Suedi për shitjen e librit edhe distribuimin e librit. Rizaj është antarja atje asociacioni atje, është shërbimi bibliotekar në Suedi. Edhe përmes shërbimit bibliotekar duhet të rgosh librin atje dhe ata bëjnë vlerësimin e librit. Edhe aty shpërndahet libri, blehet libri, shitet libri, gjitha banë ato. Ne jemi të kënaqur me atë shërbim që bëjnë, mirë po kur dikush është interesuar mundet përmes me më kontaktu drejt për drejt edhe mund ta ketë librin në dorë të veta patjetër, pa kurrë problemi. Për arsye se Rizaja tha është një libër shumë interesant, ne gjeta në librarinë në bibliotekën time gjeta këtë libër edhe për arsye se bëj hulumtim edhe Rizaja dhe unë. Para 6 muajsh kam përkthyer një libër tjetër që ka të bëjë me Shqipërinë. Libri mban titullin Sfida shqiptare. Është një libër i 2 autorëve suedez, burrë dhe gru, të cilët prej vitit 1960 dhe 68 për 6 muaj çdo vjet kanë qëndruar në Republikën e Shqipërisë në atë kohën e komunizmit. Edhe financimi ka qenë i shtetit suedez për me bëj hulumtime, për me pas si është jeta në diktaturë, në komunizëm si është jeta. Për arsye se suedez kanë pas shumë informacione për diktaturën në Shqipëri. Mirë po kanë dashur në detale me ditë, edhe gjeta atë libër, jo ma dha ambasadori suedis në Tiranë.
Vitin e kaluam kureshën e panë në librit, ma propozoj, tha, Sokol, tha, ke këtë libër, thash jo. A ban me po, edhe po i tha, ban me morë, tha, jo, imi është. Gjeja, tha, edhe gjeta e përktheva dhe është një libër shumë interesant që përshkruan atë jetën reale të Shqipërisë të viteve 60-ta. Me të gjitha ato të mirat e të këqijat e saj. Atëherë, pasi me Shqipërinë përfundova, erdha të një ide imja që të gjej diçka për Kosovën dhe gjeta këtë librin Kosova pa yll. Për mua ishte interesant, ndoshta mos ka të bëjë me fusnotën po më vjen interesant suedezët kaq të fiksuar pas shqiptarëve, pas gjuhës shqipe, saqë kanë arritur që të shkruajnë edhe për Kosovën, për Shqipërinë, për gjendjen në një kohë kur nuk është shkruar. Nuk kanë qenë njohur në vendet tona. Dhe fal jush tani edhe ne po e kuptojmë që vërtet ka pas interes të veçantë. Edhe është shumë interesant kur e kontaktova, se e gjeta autorin, kur e kontaktova këtë autorin e librit Kosova pa yll, edhe po e thrasë telefon, tha po, Sokol, tha, u knoqa kur e dëgjova, tha. Edhe pse jam shumë i vjetër dhe jam pension, mirë po të lutem të gjesh, tha, një intelektual që do të bëj, tha, një parathonje për librin. Sa mirë. Tha, shu burë, tha, shumë kam plot miq, kam plot njerëz, tha, valla, do të gjesh, tha, një që përshtatet mua. Tha, më Rizaj kam një kërkesë kështu nga autori, tha, do e bëj unë. E bani Rizaj, e bani dhe shqipe dhe suedisht, ja dërgova me lezu suedisht, kur u lexoj u knaq. Edhe atë revum edhe atë parathonjen e Rizajt e vum libra. Kemi pas planifikuar që ta kemi edhe një promovim më të madh në Suedi rreth këtij libri, bashkë me autorin, po megjithatë ne do të mundohemi që të vazhdojmë të bëjmë jehon edhe botimit në gjuhën shqipe për lexuesin shqiptar, sepse në suedisht është botuar në vitin, siç e thash, në vitin 93. Është shumë interesant, një djalë në Stockholm ishte, një gjakovar ishte, edhe unë e bona në reklam përmes internetit të librit. Më thot ai djali, Canhasi bjemni ishte. Ilir Canhasi. Edhe thot, hi Sokol, thot, faleminderit që ma kujtove, thot, pse më burr, thot, vitin 93, thot, kam bler 50 ekzemplarë dhe kam shpërndar, në gjuhën suedez, kam shpërndar të mirë suedez. Me lexu, me pas suedez, kush jemi ne, pse jemi ne. Parasysh është shumë interesant në mënyrë detale, në mënyrë origjinale e përshkruan jetën në Kosovë. Parasysh se ky 5 herë ka qenë Kosovë nga viti 91 dhe 95. Dhe është përballur drejt për drejt. Drejt për drejt e ka përjetuar edhe ka vënë letër. Atëherë ka bënë një rrugtim nëpër Maqedoni edhe ka shkuar në Shqipëri. Vetëm një herë ka qenë në Shqipëri. Edhe përshkruan ato gjëra shumë në mënyrë interesante dhe reale. Interesant. Po përveç këtij libri, unë do doja që të ndalemi pak edhe tek librat e tjerë, është edhe një roman tjetër. Përgjithsisht vetëm ta them edhe një diçka këtu është shumë e rëndësi. Ju po e shihni që ne po sjellim vlera suedeze në gjuhën shqipe. Po ma nuk jemi vetëm të vjelim, po ne po mundohemi që edhe suedisë t'i japim vlerat tona në gjuhën suedeze, do thotë, nga letërsia. Disa nga librat që janë të ekspozuara këtu janë libra që janë përkthyer në suedisht dhe që shpërndahen në rrjetet e bibliotekave në Suedi. Do thotë më nuk jemi ata që vetëm vjelim ose vetëm që morrim. Duhet të japim, po. Është libri Nëna ime kishte vetëm një sy nga Sokol Demaku, një libër që flet për fenomenin bullizëm. Po, vetëm të shtoj derisa jemi te ky libër se libri jo vetëm që do të jetë në suedisht, po ka filluar të botohet edhe në gjuhë tjera, ka dalë në bullgarisht faktisht. Ky libër i Sokolit është botuar edhe në bullgarisht. Kështu që ne po i kalojmë pak edhe kufit. I keni kaluar limitet, a? Po, keni arritur që ta përktheni edhe në gjuhën bullgare? Po. Keni kaq shumë njohuri sa që ta përktheni edhe në gjuhën bullgare, zoti Sokol? Po, është interesant se unë dikun prej vitit 90 dhe në vitin 97-98 kam jetu dhe kam punu në Bullgari. Edhe e kam zotnu gjuhën bullgare. Mirë po, për 20 vite nuk e përdora, fillova të harroj. Mirë po në vitin 2013 më duket, e kisha një klasën e 4, e kisha atje në një shkollë suedeze dhe merr një nxënës bullgar. Një familje bullgare atje dhe ai nxënësi. Tamam një mundësi. Edhe ai nxënësi nuk e dinte gjuhën suedeze. Drejtori i shkollës më thet Sokol çka të bëjmë, si të bëjmë, pse? Është një bullgar, tham, jo mor bullgarisht e di unë. Si bëre dhe tham po për bit. Edhe atëherë ma kthej gjuhën bullgare ky nxënësi im, edhe fillova mirë po vitin 2023 ishim të ftuar 3 vetë, unë edhe 2 kolegë tjerë,
në lidhjen e shkrimtarëve të Bullgarisë Sofje, ishim për 1 javë atje. Edhe fillova një bashkëpunim me disa redaktorë, me disa miq bullgar, të cilët i kam njoftuar edhe më herët atje. Kështu që unë përkthimin e bëra dhe u dërguva më bën redaktimin e librit edhe atëherë publikova më një herë vetë. Tash jam gati me Qov Regjo, Qov Djaloni, roman tjetër, i cili është në gjuhën shqipe. Është shumë interesant edhe roman, po e kemi edhe atë këtu. Edhe këtë kam dërguar për redaktim për arsye se përkthimin e kam bërë edhe të këtina, edhe pres vitin e ardhshëm, jo këtë vit, vitin e ardhshëm besojmë do të jemi në janar ose në shkurt do të jemi në Plovdiv bashkë me Rizajin edhe shohim çka mund me bë me lidhjen e shkrimtarëve të Bullgarisë më tepër. Do të thonë këtu është historia e këngës Qov Regjo, Qov Djalo. Të gjithë e dim këtë këngë, por nuk ja dim historinë. Jo, historinë jo. Është interesante kur e sheh historinë e kësaj këngë, një këngë kaq e dëgjuar edhe nga shumë gjenerata, edhe të rinjët e dinë, jo që vetëm moshat e shtyera. Është interesante t'ja dim historinë edhe pas kësaj këngëje. E ke të përshkruar gjithë historinë? Është interesant për arsye se unë kam hulumtu pak në këtë aspekt. E pra, se duhet të kesh hulumtime, studime për këtë. Edhe kam bisedu me miq, me njerëz, për arsye se në kohën kur kam kryer shkollën normale, në Prishtinë, vitin 73 kam diplomën normale, kam pas plot kolegë, plot shok klase nga Medvegja, një pjesë e Serbisë jugore atje, e cila ka qenë e banuar me shqiptar. Edhe në bazë të atyre bisedave që kam pas, prejardhja e Regjës, edhe babës Regjës edhe familjes Regjës është nga Medvegja dikun nga Banja Sjarinës, është një banja atje dikun në rreth. Edhe nga atje është ajo prejardhja, apo familja ka jetuar dikun atje. Mirë, po ai i cili e ka përcjell atë ngjarje historike të dhimbshme, të themi, të Regjës, ka qenë familje i vogël. Edhe ky një këngëtar shumë i njohur për shqiptarët, nga Gjakova thon, i cili e ka kënduar me shumë kënaqësi këngën e Regjës. Ky e ka përcjell të njerëzit edhe e ka botë i njohur në këtë problematikën e Regjës. Mirë, po në këngë atje na del një gjë tjetër se nuk na jep atë përfundimi real i situatës. Thonë në këngë thuhet se kalje mbyti Regjën. Mirë, po në bazë të disa gojëdhanave, unë i tham gojëdhana tash, nuk janë të sakta, ku diun se ka ardhur deri te një konflikt mes Axhës së Regjës, edhe Axha është ai i cili ka marrë jetën nipit e tij Regjës pasi ky ka qenë pa babë. Ki ka dek baba kur ka qenë 2 vjeçar, edhe është rrit vetëm me nanën. Edhe problemi ka ardhur deri te ajo se gruaja apo si bjen ajo gruaja Migjës. Gruaja Migjës ajo ka qenë më problematike në jetën e këtyne, për arsye se ajo ka qenë më xheloze. Ka pas 4 djem, ky do të bëhet hisetar. Një histori e brisht pas ka qenë pas këngës. Edhe do të bëhet hisetar në pasurinë e djemve të saj atëherë. E ka detyru burrin që ta largoj djalin nga jeta. Histori që nuk i kemi ditur asnjëherë, pse e kemi dëgjuar këngën, por që po interpretohet krejt ndryshe në këngë. Okej, pas kësaj do doja që edhe disa libra të zotit Rizajit. Patjetër. Fillojmë ndoshta me këtë librin që është Vdekja e gjallë, Zhiva smrt, Den levande döden. Është një libër me poezi që është në 3 gjuhë dhe ideja për këtë në lindi pas një bashkëpunimi që kemi me Kroacinë dhe me Zagrebin dhe botova këtë libër në 3 gjuhë që t'jetë ajo atë që e thash ajo ura ndërlidhëse mes 3 gjuhëve. Është një botim që ka dalë botimi i dytë është ai atje që po rrin, ndërsa kjo është botimi i parë, është po botohet që 2 herë. Dhe qëllimi i botimit të dytë ishte pikërisht në vigjilje të një bashkëpunimi që kemi me shoqatat shqiptare në Zagreb dhe kishim planifikuar që të jemi atje. Unë fatkeqësisht nuk mund atje jem, por Sokoli ishte atje, do të thotë ne po e zhvillojmë edhe një bashkëpunim të mirë edhe me Kroacinë, përveç kësaj. Këtu poezit, edhe ky libër është prit shumë mirë në suedisht, sidomos mënyra që të kenë 3 gjuhë. Një kombinim gjuhësh, po. Përveç asaj, do të thotë kemi gjuhën shqipe, gjuhën kroate dhe në gjuhën suedeze. Kam një libër tjetër që është Koha nuk i shëron gjitha plagët. Në këtë libër është një përmbledhje tregimesh të shkurtra
tregimesh nga gjithë peripecit në për cilat kemi kaluar ne si popull dhe unë si autor. Do thot janë disa plagë që megjithatë me thuhet se koha e shëron plaget, po tregimet janë për disa plagë që mbesin pashërueshme. Po, edhe ky libër është plesuar tash. Do të ndalem me pas këtij libri, është libër për të rritur në suedisht. Pas këtij libri do të ndalem te një libër i vogël që është për, sepse unë shkruaj edhe për më të vegjëlit, për fëmijët. Është një libër që e kam krijuar me vajzën time kur ishte e vogël dhe është quhet Ylberi i prallave. Dhe prallat nuk i kam krijuar unë, po e kam gacmuar vajzën time atëherë që ato pralla që don t'i krijoj ato, don t'i lexoj, don t'i ndjej, do të thotë ende nuk ka ditur shkrim e lexim, po i ka fantazuar. Ju keni shkruar. Dhe do të thotë kemi shkruar. Këtë libër do t'ju unë e di që ju keni... Po, kam 2 djemë. Faleminderit shumë. Këtë libër do t'a kenë Shumë faleminderit. Ti lexoj prallat. Shumë faleminderit. Edhe libri tjetër është një përkthim nga letërsia suedeze për fëmijë, një libër i ilustruar për më të vegjëlit dhe tematika e tij është pak interesante. Vajza ime me cilën e kam krijuar këtë librin tash është e rritur dhe ajo është adhuruese e flakt e botës shtazore përveç dhe qenve sidomos. Ka një shoqat humanitare për kujdesin ndaj qenve endacak. Dhe ka bërë ndikim të madh edhe në Kosovë, po edhe në Maqedoninë e Veriut. Quhet Ylka Ylka, se është këtu edhe dhe këtë libër e kemi bërë me atë shoqatën humanitare, Libra Hund Jelp, që është libra shoqata për ndihmën e qenve endacak. Dhe ka të bëj me adaptimin e një qeni të vogël nga hedhurina, i cili bëhet një pjesë e familjes e një qenush prej mbeturinave, prej hedhurinave, adaptohet dhe bëhet një familje. Dhe librin e kemi shpërndar edhe në Kosovë, të Nxënësit. Ne sot do t'ju dhuroj disa ekzemplar të librit edhe në shkollën që të krijohet, sepse në Ballkan përgjithsisht dihet që kujdesi nuk është edhe aq i duhur. Mirë po, këto vitet e fundit, u bën 7 vite që punon Ylka bashkë me shumë adhurues të kafshëve në Suedi, kanë bërë ndryshime jashtëzakonisht të mëdha në kastrimin, ngritjen e qerdheve, qenve, në vakcinimin e tyre. Dhe pas ka qenë mëse e nevojshme pastaj. Dhe kjo është edhe një libër suedez që është pritur shumë mirë edhe nga shqiptarët, po edhe në Suedi është një libër që është edhe në këtë aspekt. Po, me që se nuk na premton më kohë, veç se gati e kemi te kaluar minutazhin, kanë kaluar kaq shpejt të minuta, do doja që edhe shumë minutat jemi së bashku, po me siguri që... Edhe këtë libër do t'u adhuroj fëmijëve tu. Shumë faleminderit, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Edhe vjet me pa të dhuruar 3 libra nëse nuk gaboj, dhe të gjitha i kemi lexuar, që kanë qenë të përkthyera në gjuhën shqipe. Mjaftojnë ilustrimet fillimisht që t'i shohin fëmijët dhe pastaj kurreshtja për ta lexuar është më e lehtë, vjen vetë. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe jemi krenar që ju kemi dhe që na përfaqësoni dhe njësisht popullin tonë dhe letërsinë tonë të bukur shqipe që e kemi edhe në popullin suedez. Ju urojmë shumë suksese në këtë rrugtim që e keni nisur tani 8 vite në ditët e letërsisë suedeze. Urojmë që t'i kemi edhe ditët e letërsisë shqiptare në Suedi së shpejti. Qofsh me nder, ju dhe gjithë stafi juaj, vetëm po shtoj për fund, ta përfundojmë që jo vetëm ne që jemi të thyer në moshë dhe që kemi shkuar, po këto dëshmit janë që edhe gjeneratat tona, nxënës tonë, fëmijët tonë, janë të lidhur me që të ndikojnë në përmirësimin, në shpërndarje, në miqësinë
e dy vendeve tona, dy popujve. Ju falemderit shumë, Ishte shumë juve kënaqësi. edhe redaksi quj. Ishte shumë kënaqësi që na dhat këtë Faleminderit energji shumë. pozitive nga mëngjesi. Faleminderit.